Në një matematik të thjesht, nëse nuk ka nevojë për interpretim bas interpretimi prapë të gjykatës kushtetuese, i bie që nga 6 gushti, kur është seanca konstitutive e parlamentit, do duhen 2 muaj për zgjedhjen e presidentit, pra që i bie diku deri ke 6 tetori. Nëse nuk zgjidhet presidenti, shkohet në zgjedhje 45 ditë, i bie diku nga mesi i nëntorit që Kosova të shkojë prapë në zgjedhje nëse nuk zgjidhet presidenti. Pra e provuat në dimër 2 herë, nuk ju eci, e provuat në pranverë, nuk ju eci, ndoshta ecën me vjeshtën. Ndoshta. Esmeralda, jo kam një dozë optimizmi që këtë herë do të mund të gjetë zgjidhje, dhe kjo dozë optimizmi më vjen nga 2 elemente. E para është abstinenca e madhe e qytetarëve në zgjedhjet e fundit, që i bën të friksohen subjekte politike që racionalisht të marrin një vendim për zgjedhje të reja. Dhe elementi i dytë është ka një bisedë për zgjedhjen në Serbi. Dhe zgjedhjet në Serbi mund të shpallen në javët e ardhshme. Në fund tetorin nëntor, tha Vučić, mund të ketë zgjedhje. Por çështja është kur shpallen ato, sepse në momentin kur shpallen zgjedhjet, Serbia hyn në modulin e zgjedhjeve, hyn në atë farfrymën zgjedhore dhe pamundsohet çfarë do lloj relacioni më serioz me Kosovën. Dhe unë besoj se ekziston kjo frikë ose mungesë motivimi që kosovarët kanë, po ndoshta edhe një pjesë e konsiderueshme e bashkisë ndërkombëtare, do thotë janë të demotivuar që ti bëhen gati ndoshta Trumpit që para zgjedhjeve në nëntor që i ka për midterms elections, zgjedhjet e ndërmjeme, të bëjnë ndonjë avanturë diplomatike në Ballkan, ndoshta në Kosovë dhe Serbi në veçanti. Kështu që me shpalljen e zgjedhjeve në Serbi humbet edhe kjo frikë dhe do të mund të shtohej intensiteti presionin ndërkombëtar në Kosovë për të krijuar këto institucione, gjë të cilën nuk e kemi parë për 1 vit e gjysmë. Domethënë, ne nuk kemi krijuar institucione, por atë që kemi pasur asnjë presion nga faktori ndërkombëtar, i cili zakonisht na bë presione për gjëra margjinale. Këtë herë kanë vendosur të jenë krejtësisht të heshtur. E po tani e keni kaluar edhe adoleshencën, kështu që si shtet duhet ecni vetë pa ndihmën e prindërve. Jo, nuk e kemi kaluar, shiqo. Ta jap një shembull tjetër. Është një çështje këtu për çështjen e prokurorëve dhe gjykatësve serb, të cilët do ndorheqin në para 3-4 vite, atër në kohën e Banjskës. Dhe tash kur Kosova do aprovoj dorëheqjet e tyre dhe do rishpall, ata kanë kërkuar që të kthehen, të i tërheqin dorëheqjen. Mbi këtë çështje presioni ndërkombëtar nuk është, bashkia ndërkombëtare nuk është e heshtur, është shumë e zhurmshme. Domethënë nuk kemi bërë adoleshent në atë pikë, na bëjnë presion të jashtëzakonshëm. Por mbi çështjen e zgjedhjeve qytetisht nuk na bëjnë. Si e shpjegon tani se duhet kesh... Nuk kanë interesim, kanë frikë. Unë besoj që frika mbi një përzierje të Trump në Ballkan është më shumë gjermane, franceze, londineze, se tjetë Tiranase dhe Prishtinase. Pra duan ta mbajnë kështu pa institucione të stabilizuar. Në dimension të stresit edhe atje se çka do të mund të ndodhë, ose mund të ketë edhe informata më shumë se ne, që mund të ndodhë. Pra nuk shoh një presion, nuk shoh një aktivizim të tyre karshi zgjidhjes së çështjes të institucioneve në Kosovë. Pra po mendon se duan ta mbajnë kështu pa institucione të konsoliduara që mos kenë kujt i bëjnë presion? Mos ketë, pra. Se kush do të shkonte në Washington sot? Kush do të fliste në emër të Kosovës? Tani kam përshtypjen po ti thrasi Trumpi me vrap shkojnë të gjithë, që nga Kurti e gjithë me radhë, po. Në barët për çka, se nuk shkojnë me vrap. Për gjëra të caktuara nuk shkojnë me vrap. Në fshihen, largohen, din të ikin. I kemi marrë një anshëm, po i shohim, me një dioptrit një anshme. Kanë aftësi tjera dhe këta politikanët e Ballkanit, dhe të Kosovës posaçërisht. Jo, besoj se nuk është vetëm frikë e Kosovës, që mund të jetë edhe frikë e elitave në Kosovë, besoj që mund të jetë edhe një mungesë motivimi nga ana e bashkisë ndërkombëtare, sepse dhe ata kanë një analizë të ngjashme dhe nuk i duhet një Ballkan tërësisht funksional, i cili bën të jetë subjekti eksperimentimeve që diplomacia Trump mund të bënte. Kosova ishte i vetmi vend, më duket, që
apo një nga vendet edhe Mali Zi s'ka që i duhet tani se po futet dhe në Bashkimin Evropian, që nuk ishte asnjë kontratë lobimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërsa dihet që diaspora e Kosovës ka qenë zëri më i fortë, më i fuqishëm që ka ndryshuar ndoshta edhe historinë e vendit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ka dhe nga ata që mendojnë se me qasjen e Donald Trump dhe me fuqinë që shqiptarët kanë në Kongres, në Senat, në lidhjet e tyre, mund të sillte një rezultat të jashtëzakonshëm për Kosovën në këtë situatë. Absolutisht, prandaj nuk e shkpus Kosovën dhe Shqipërinë në këtë analizë, pra thëmë se interesimi për të pasur mungesë institucione mund të jetë më i gjerë se kaq. Po për fat keq kjo mungesë e interesimit tonë për Washingtonin është keq kuptimi i thellë i politikës së jashtme, i diplomacisë, i fuqisë që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe degradimi nga pika e vlimit të viteve 90-ta, ku kemi pasur një diasporë jashtëzakonisht organizuar dhe të efektshme, në pikën e mungesës së tërësishme të interesimit tonë për Washingtonin, flet keq për ne, do të flet keq dhe gati si i bën të pamundura edhe rezultatet të cilat i presim. Pra, për fat të keq ne konstatuam që ishte diplomacia ajo që bëri gjykatën speciale dhe tash kemi pasoja direkte të saj. Pra, leksioni duhet mësuar, ne duhet jemi aktiv në aspektin diplomatik dhe një prej qendrave që gjeneron energji pozitive për Kosovën, për shqiptarët në përgjithësi, është Washingtoni, do duhet të ishte i pashmangshëm. Çështja Trump do duhet të jetë problemi i cili pamundson këtë gjë. Po, çështja Trump ka shpegulluar marrëdhëniet euroatlantike, ka bërë një numër të madh pengesash, por Londra nuk ka stopuar të bëri diplomaci me Washingtonin, as Parisi, as Berlin. Prandaj edhe ne duhet jemi hiperaktiv për të pasur cilat janë mundësitë tona brenda kësaj. Po, ama vetëm se një gjë është e sigurt që po të prisnim Europën, Kosova nuk do ishte akoma e pavarur. Me shumë gjas, jo. Ylli, faleminderit shumë që ishe sot me ne. Ditë të mbarë. Faleminderit. Shkëputëm për një hapësirë publicitare.